Dy të rinj përfunduan në prangat e policisë së Shkodrës pasi rezultonin shpërndarjes së lëndëve narkotike. Në njoftimin për shtyp të drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës bëhet me dije se si rezultati i kontrolleve të kryera, bazuar nga të dhënat e siguruara nëpërmjet rrugëve operative, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia kapën në flagrancë dy shtetas të cilët po qarkullonin me automjet me qëllim shitjen e lëndës narkotike të llojit kanabis. Në momentin e ndalimit gjatë kontrollit fizik ndaj dy të rinjve 21 vjeçar Aurel Sh dhe Ardian B, si dhe gjatë kontrollit të automjetit, shërbimet policore gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis sativa. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve i arrestuan në flagrancë dy të rinj 21 vjeçar të dy banues në fshatin Bardhaj, mbi të cilët rëndon akuza për veprën penale e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprime të mëtejshme, ndërsa kontrollet policore në territor do të vijojnë për të goditur raste të tilla të shitjes së lëndëve narkotike.